Ata kanë ardhur nga zona e Daraxhatit të Shkodrës, kanë hyrë në Burnë me lundra dhe sapo kanë ecë. Pas pak minutash janë pas me forcat e policisë shqiptare dhe janë vrarë. 35 vjet më parë, më 19 dhjetor 1990, ky vend në fshatin Shënkoll në malin e Zi u bë skenë e një krimi shtetëror. 2 varka me disa shtetas shqiptar nga qyteti i Shkodrës ishin nisur për tu aratisur prej Shqipërisë në diktaturë. Gjergj Ashta është kthyer për të rrëfyer tragjedinë e familjes së tij. Rojet kufitare të shtetit shqiptar vranë në kufirin midis Shqipërisë dhe malit të Zi 5 shtetas shqiptar në përpjekje për t'u arratisur. Ndërta, atë natë ishte edhe Liliana, 11 vjeç. Në varë kanë qenë një shtetas 10 veta kanë qenë. Janë vrarë 4, Pali, Zadia, Nana, vajza Liliana, ajo është vrarë. Dhe ka rënë ujë dhe ka dhënë mundësia kuj me kap me vunë suli me gjertë në edhe. Ashtë shduk që ata dhe nuk thështë gjithmonë. Shteti i malit të Zi i mori kufomat dhe i identifikoi përmes të mbijetuarve. Me procedura shtetërore i varrosi në këtë vend të quajtur Varrezat Katolike të Shënkollit. Antoni, banori fshatit Shënkoll, kujton atë ngjarje që tronditi thellësisht komunitetin. E morë me vesh se i prunën me i vorru këto. Janë vrarë këta ka shqiptarë atje i kanë pa vrarë. Atëherë i kanë prunë me i vorru, thoshin. I kanë prunë me i vorru këto në Shënkoll. Në maj të vitit 1990, udhëheqësi diktaturës komuniste Ramiz Alia deklaroi publikisht ndryshimet në kushtetut, sipas të cilave akti i arratisjes nuk konsiderohej më tradhti ndaj atë dheut. Pak ditë më pas, më 18 maj, 2 vëllezër, Gjek dhe Vat Beqi nga Velipoja u nisën për të kaluar kufirin mes Shqipërisë dhe malit të Zi. Rrugëtimi i tyre me not drejt ishullit Ada në Grykderdhin e Bunës u ndesh me plumbat e kufitarëve. Gjek Beqi, një prej 2 vëllezërve, i mbijetuar nga kjo masakër, rrëfen detajet e asaj nate. Na panë me projektor, edhe komandanti me skaf, komandanti një mizor, një sadis, na vrau kot. Qëlloj drejt? Po, aji sa po afro me skaf, ka qëlluar, jam plagosur unë, jam fundos në ujë, më ka gjë vlaj kështu. Vlaj ka thënë, pastaj jemi vanali, ka tentuar të bisedoj me ta, maja ka thënë, të mos mbytet se ty do të vatë në breg, dhe ka vrarë vlaj në breg vërtet. Ta natën kanë vojt me kamerdarët shpome. I ka thënë bashkimi, janë 2 vite e marrë shbesit, mos i vra. Këta do biqa. Këtë i ka hi plomi këto, e i ka dalë. Na kanë quar mua në spital edhe vlajnë në morg. Unë falë Zotit jam gjallë. Vlaj 10-25 vjeç. Afrim Krasniqi, drejtori i Institutit të Studimeve Politike, jep shifrat e studimit Vrasjet në kufi Shqipëri 1988-1990. Për shkak të ndryshimeve në kodin penal në muajin prill maj të vitit 90, vrasja në kufi u dekriminalizua dhe u konsiderua kalimi i palishëm i kufirit, që dënohej me ca vite burg. Ndërkohë që aktet ligjore që duhet rregullonin të proces nuk dolën në kohë, strukturat brenda partisë punës vazhduan veprojnë në linja partijake me urdhër politik dhe jo sipas ligjit dhe kushtetutës, dhe përpasoj edhe në aspektin ligjor, edhe në aspektin kushtetues, edhe në aspektin e drejtave njerëzit. Të gjitha vrasjet në kufi të vitit 90 janë kundër kushtetutës, kundër ligjit, kundër parimeve të drejtave njerëzit dhe kundër angazhimit shtetëror, dhe kjo është dallim i madh me gjitha vrasjet të kufi që kanë ndodhur në Europën lindore të asaj periudhës. Alibia që ne përdorim që individet kanë zbatuar ligjit e kohës bie automatikisht për shkak të kësaj rrethane specifike. Megjithse shteti komunist kishte dekriminalizuar aktin e arratisjes, siç duket në këtë faksimile të mbledhjes së Byros Politike më 4 dhjetor 1990, udhëheqësi komunist Ramiz Alia justifikon dhe madje nxit ushtarët të qellojnë qytetarët që tentojnë të arratisen. Vetëm pak muaj pas këtyre vrasjeve, regjimi komunist u shemb. Për familjarët e viktimave nisi kalvari i gjatë i përpjekjeve në kërkim të drejtësisë.
Pas një ndihmë nga shteti shqiptar, Gjergj Ashta rrëfen se kthimi në shtëpi i eshtrave të familjarëve të tij ishte fal ndihmës së autoriteteve të Malit të Zi dhe komunitetit shqiptar atje. Kam shkuar në Ulqin, kam taku ish kryetarin e komunës Ulqinit, zotin Mehmet Bardhi, i cili më argjen shumë dhe më ka ndihmu për të gjithë vendin ku ishin varrosta. Gjatë procedura një 5 vjeçare për me i tërhek, me marrë dhe me varrosta dhe me çuar në Shqipëri. Erdhen më të kohë mua njëri prej Ulqinit, i shoku jemi, më thot, kanë ardhur do katolik, interesohen për do gjindekun që i kanë vranë kufije, i kanë të kisha ju, i kanë varros. I thom na tash kena me vet, i thom hajte vetën në komunë, ka godit letrat edhe i ka marrë. Mes zyrtarëve që ndihmuan për identifikimin e vendvarrimit ishte dhe Gjergj Pepgjoni, atkohë sekretari i komunës së Ulqinit. Ai ka drejtuar grupin e punës për procedurat e varrosjes së shqiptarëve të vrarë në kufi. Gjergj Pepgjoni e përshkruan kështu ngjarjen përmes një dëshmie me shkrim për Kujto Pikal. Ky grup, që e ka udhëhequr unë, ka urdhëruar ndërmarrjen komunale që afër varrezave kishtare të Shënkollit shtoi të varrosen të vdekurit që na i ka dërguar gjyqi. Ulqini nuk kishte varre qyteti, por varre fetare dhe bashkësitë nuk pranonin varrosje paditur për katësinë fetare, kështu që caktuam një parcel në kishën e Shënkollit. Urbanizimi ka bërë skicën, që është arkivuar, pastaj një kopje bashkësisë lokale, kishës dhe gjyqit. Në skicë janë shënuar edhe emrat edhe pozicioni. Disa prej tyre i kanë marrë, por janë varrosur edhe persona të tjerë më vonë. Tu ishin 4 vende ku ishin varros 4 personat. Palin, Zadën, Ernestin dhe një Ol Silori. Ishin punonjësit e komunale të cilët banë zhvarrimin. Kena marrë mësane kur kena hapë varret, mërëna ishin shkruajtur në arkivola emrat e personave, siç i kërkoshim ne, edhe kena marrë mësane çunë në për kufin të kahani i hotit dhe çunë në Shqipëri dhe varrosën Shkodër. Zotni Ashta, ju keni bërë përpjekje me shtetin shqiptar në atë periudhë për t'i tërheqë eshtra dhe me procedura shtetërore? Kena bërë kërkesë, por nuk kena si farë nimit në atë kohë. Kërkush nuk na ka mundë të zgjen për më dha nimin më të vogël. Në mesin e viteve 90, Gjek Beqi do të niste betejën e tij ligjore për drejtësi, duke shënuar një nga rastet e pakta kur gjykatat shqiptare do të jepnin një dënim me burgim të përjetshëm për vrasjet në kufi. Unë kur kam dalë nga burgu, si që kam dalë pak i traumatizuar e kështu, edhe nështë tam ka shkuar mendja edhe për vetë gjyqësi. Por baba im thoshte jot, ka vrarë shteti, thoshte le, vetëm ndiqen thoshte rrugë shtetore. Dhe kam paditur, brenda rregullave, është dënuar. Kanë dalë dishmitar shokët e tij, që kishte rapat ushtarët, dhe është shpallur në kërkim, është dënuar për burgim përjetshëm. Gjyqtari që ka dënuar është Admir Thanza. Vendimi i Thanzës, dënim me burgim të përjetshëm me akuzën për krime kundër njerëzimit, është marrë në mungesë të pandehurit që vrau vëllain e Gjekës dhe plagosi këtë të fundit. Ankimimi i avokatit të pandehurit është rrëzuar nga gjykata e apelit të Rrethit të Tiranës, e cila me vendimin numër 496, datë 5/7/1996, ka lënë në fuqi dënimin. Ndërkohë, Bino Binaj, në tentativë për t'i shpëtuar dënimit, kishte ndryshuar emrin në gjendjen civile të Vlorës. Një urdhër për ekzekutimin e dënimit të Binajt, i dhënë në vitin 2009 nga Prokuroria e Shkodrës, saktëson se bëhej fjalë për të njëjtin person, por ky urdhër nuk u zbatua kurrë nga policia shqiptare, pasi ai ishte arratisur nga vendi. I shpallur në kërkim ndërkombëtar me emrin e ri, Besnik Ali Zykaj, ai arrestohet në vitin 2012 në Firenze, Itali, por institucionet shqiptare përgjegjëse dështojnë për ta ekstraduar atë drejt Shqipërisë dhe për të vuajtur dënimin. Ai është quajtur Bino Binaj, tani ka ndryshuar emrin. Shteti e diella emrin që ka ndryshuar edhe përsëri është person kërkim. Por fakti që është kapur nga shteti italian dhe shteti jonë nuk është interesuar ta ekstradojë, nuk ka kryer detyrën e tij. Autoritetet gjyqësore italiane nuk kanë pranuar ekstradimin e këtij shtetasi drejt Shqipërisë. Thuhet në një korrespondencë mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe Prokurorisë së Rrethit Shkodër, vënë në dispozicion me kërkesën për të drejtë informimi nga kjo e fundit.
ndërsa arsyet e dështimit mbeten ende të paqarta. Policia e shtetit konfirmon për Kujto Pikal se Besnik Zykaj, alias Bino Binaj, rezulton në kërkim ndërkombëtar me status aktiv, ndërsa Ministria e Drejtësisë dhe Prokuroria e Përgjithshme bëjnë ping-pong duke i lënë përgjegjësinë njëra tjetrës për dështimin e tyre. Pa shteti ka pas mundësi që ta gjejë atë. Po e ka ndihmuar vetë shteti për mos të ekstraduar. Në kohë që duhet ishte prezent në gjykimin e tij në Itali, ku është kapo, duhet ishte oficeri i prokurorisë përgjithshme, duhet ishte profesori i Ministrisë Drejtësisë. Nuk e din se kanë shkuar apo jo. Unë mendoj se s'kanë shkuar fare, përkundazi kanë ndihmuar avokatët për mos ta ekstraduar. Në 5 janar të vitit 91, në rreth një muaj pas vendosjes pluralizmit politik, Ramiz Alia i ka dekoruar me dekoratë shumë të lartë të gjithë pothuajse vrasjet e oficerëve të përgjegjës për vrasjen Kufi, përfshi dhe individin i cili është në kërkim ndërkombëtar Binaj për vrasjen e famshme në zonën e Shkodrës. Dhe dekorimi ju ka dhënë imunitet politik. Ka qenë një mesazh drejtuar forcave të sigurimit të Kufirit që kanë mbrojtje të lartë që nga presidenti i Republikës, parlamenti dhe strukturat e larta politike të vendit. Krimet e regjimit komunist të udhëhequr nga Enver Hoxha e pas vdekjes së tij nga Ramiz Alia mbeten të padënuara ende sot. Ndryshe ka ndodhur në vendet e tjera ish komuniste. Në dosjen e Moir Berlinit të gjitha rastet që janë hetuar dhe individ janë vendosur para përgjegjësisë. Në rastin e Rumanisë, Bullgarisë ose Çekosllavakisë, ku ka pasur ashtu raste të vrasje apo të humbjes së jetës për shkak të përgjegjësisë, ashtu ka pasur vendosje në masa të ndryshme të asaj quhet drejtësisë tradicionale. Tradicionit në Shqipëri nuk ka asnjë rast. Nuk kemi asnjë rast të vetëm kur viktimat dalin në mënyrë publike dhe pranojnë që për individin tonë është vendosur drejtësi. Gentiana Sula, drejtuese autoritetit të dosjeve, një institucion i ngritur dekadën e fundit për të hapur dosjet e ish sigurimit të shtetit, thot se janë hapur dosjet që lidhen me vrasjet e ndodhura në kufirin juglindor dhe atë verior, por po përgatiten 2 simpoziume të tjera për kufirin me Kosovën dhe atë jugor deri në Sarand për të bërë publike për masat e këtij krimi shtetëror. Për ata që mendojnë që ishte ligj i kohës, paktën moralisht sot duhet kërkojmë dhimbje, kërkojmë ndjes dhe të mundohemi t'ja u lehtësojmë sa më shumë dhimbjen që kaloi. Kurse për atë pasaj pjesë ku dhe legjislacioni i kohës e ndaloi vrasjen kufi, aty pasaj besoj që shoqëria nuk ka ndjes. Aty drejtësia duhet të funksiononte, dhe duhet të funksionojë. Për sa i përket institucionit tonë, neve kemi gjithë arkivën në dispozicion që tash e kemi evidentuar, e kemi sistemuar, e kemi krijuar koleksione të cilat do të vijnë në ndihmë të familjarëve, qytetarëve që ato të avancojnë kauzën e drejtësisë tyre. Dila Beqi jeton prej 35 vitesh me dhimbjen që koha nuk e ka shuar. Ajo e njeh emrin e atij që ja mori jetën të birit në kufi, por kurrë nuk e ka menduar hakmarrjen. Është historia e një nëne që kërkon drejtësi. Një drejtësi që nuk erdhi asnjëherë, si i vetmi akt që mund ta lehtësonte sadopak peshën e dhimbjes së saj. Zoti! O Zot nim! Nuk ka thënë me vra! Ka thënë me fal! Ai mos të mshehet! Nuk ka vit me vra! E ka vra! Unë s'tam me vra! As s'tam kur gjë, se jam me jetën. Zoti thot, me fal, me fal. Unë e rëzë, Zoti. Nuk do me kënë gjallë mo.